Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Kryeministri bullgar Barko Borisov paralajmëron ndihmë humanitare nga Bullgaria për emigrantët në Tabanoc. Informacioni tjetër, duhet të kalonin 1 milion migrant përmes korridorit ballkanik që Evropa të kuptojë rolin dhe rëndësinë e Ballkanit. Kriza me refugjatët, kryetari Ivanov sërish kritika ndaj Bashkimit Evropian. Republika e Bullgarisë do të dhurojë ndihmë humanitare për emigrantët të cilët janë vendosur në qendra tranzitore në territorin e Maqedonisë. Donacioni do të dorëzohet në qendrën tranzitore të emigrantëve e cila ndodhet në Tabanoc në afërsi të Kumanovës. Javën e kaluar, kryeministri bullgar Barko Borisov në një bisedë telefonike me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov paralajmëroi se Bullgaria do të dërgojë ndihmë humanitare për refugjatët në Maqedoni. Presidenti Gjorgje Ivanov ka deklaruar se emigrantëve duhet t'u jepet një porosie e qartë se korridoret janë mbyllur drejt Bashkimit Evropian. Ai madje kritikoi Bashkimin Evropian se duhet të kalonin 1 milion migrant përmes korridorit ballkanik që Europa ta kuptojë rolin dhe rëndësinë e Ballkanit. Presidenti Ivanov këto komente i bëri gjatë fjalimit të tij në konferencën Pozita gjeopolitike dhe gjeostrategjike e Maqedonisë në kushtet e krizës së migrantëve. Burokratët në Bruksel nuk kanë lexuar mjaftueshëm historinë dhe gjeografinë dhe një pjesë të këtij korridori e kanë lënë jashtë Bashkimit Evropian dhe pikërisht për këtë ndodhen ngjarjet me të cilët u ballafaquam në të kaluarën. Kishim fenomene kur emigrantët nga territori i Bashkimit Evropian hynë në një territor që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, që sërish të vazhdojnë në një territor tjetër që është pjesë e Bashkimit Evropian. Duhet të kalonin 1 milion emigrant përmes korridorit ton që më në fund të kuptohet rëndësia e Ballkanit, respektivisht korridorit ballkanik drejt Evropës, deklaroi Gjorgje Ivanov, president i Maqedonisë. Që nga viti 2009, kur filluan subvencionet, rritet numri i lindjes së fëmijëve të tretë. Para kësaj, numri i fëmijëve të tretë ka qenë vazhdimisht në rëndje. Andaj, nga ekonomistët kërkohet rimodelimi i këtij programi. Në Maqedoni gjithnjë më pak lindin fëmijë, kështu tregojnë statistikat zyrtare. Në vitin 2014 janë lindur 20.890 fëmijë, që është 6.871 më pak se në vitin 2002. Hulumtimet tregojnë se subvencionet për fëmijë të tretë nuk kanë efekt mbi normën e përgjithshme të rritjes natyrore të popullsisë, përveç në vitin 2009 kur paguheshin shtesat për fëmijën e dytë dhe të katërt. Programi për subvencionim të fëmijës së tretë shumë vështirë justifikohet në aspektin e shpenzimeve aktuale që bëhet duke pasur parasysh se nuk kemi rritje drastike të natalitetit në vend, deklaroi Dimitër Nikolovski, profesor universitar. Që nga viti 2009, kur filluan subvencionet, rritet numri i lindjes së fëmijëve të tretë. Sipas të dhënave të vitit 2014, janë lindur 3.366 fëmijë të tretë, ndërsa në vitin 2009 ka pasur 2.634. Para kësaj numri i fëmijëve të tretë ka qenë vazhdimisht në rënje. Megjithatë, paralelisht me rritjen e lindjes së fëmijëve të tretë, zvogëlohet numri i lindjes së fëmijëve të parë dhe të dytë. Në vitin 2014 kanë lindur 3.196 fëmijë të parë, më pak se vitin 2002. Derisa në vitin 2014 kanë lindur 1.835 fëmijë të dytë, më pak se në vitin 2002. Kjo është arsyeja pse ekonomistët konsiderojnë se masa duhet rimodeluar, por sipas tyre, gjëja më e rëndësishme është të krijohet mjedisi më i mirë ekonomik që do t'i motivonte natyrshëm familjet të kenë fëmijën e parë dhe të dytë. Kryeministri shqiptar Edi Rama në një intervistë tha se nuk do të ndërtoj mure as nuk do t'i hap kufijt e saj, sepse një gjë e tillë do ta bënte akoma më të rëndë krizën. Tani për tani nuk ka tregues se pas mbylljes së rrugës ballkanike të refugjatëve, emigrantët nga Greqia do të mund të drejtohen nga Shqipëria, deklaroi kryeministri shqiptar Edi Rama.
duke shtuar se edhe nëse ndodh një gjë e tillë, Shqipëria nuk do të ndërtojë mure, as nuk do t'i hap kufijtë e saj, sepse një gjë e tillë do ta bënte barrën akoma më të rëndë. Kryeministri shqiptar Edi Rama në një intervistë për Frankfurt Allgemeine Zeitung i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të angazhohet më shumë për të ballafaquar me dramën e refugjatëve dhe të mos u alë punën faktorëve ansor si Turqia dhe vendet e Evropës juglindore. Ballkani Perëndimor është një tregues më evropian se shumë vende anëtare të BE-s, të cilat gjatë krizës së migrantëve kanë ofruar një pamje të turpshme, tha Rama. Sipas tij, Maqedonia dhe Shqipëria kanë regjistruar, transportuar dhe furnizuar me ushqime qindra migrant gjatë rrugës së tyre drejt Bashkimit Evropian. Rama tha se Serbia dhe Maqedonia e kanë bërë këtë ndonse nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe refugjatët së pari kanë hyrë në Greqi, domethënë në hapësirat e Schengenit. Ai ka kërkuar që sa më shpejt të arrihet një marrëveshje me Turqinë mbi kthimin e refugjatëve dhe krijimin e mundësive për emigrimin legal në vendet të Schengenit. Hyn në fuqi marrëveshja me Bashkimin Evropian dhe Turqisë. Sipas dokumentit, Ankaraja do të pranojë kthimin mbrapa të migrantëve ilegal, të cilët kanë kaluar në Greqi. Marrëveshja ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë, me të cilën duhet të jepet fund fluksit të migrantëve në Evropë, tani është më në fuqi. Marrëveshja u arrit para 2 dyteve. Sipas dokumentit, Ankaraja do të pranojë kthimin mbrapsht të migrantëve ilegal të cilët kanë kaluar në Greqi, përfshirë edhe refugjatët sirian. Nëse Bashkimi Evropian ndërmerr disa refugjatë sirian, ndërsa Ankaraja do të marrë para, do të vendoset regjim pa viza për udhëtim dhe do të sigurohet përparimi në negociatat për antarësimin në Union. Gjithashtu, ruta ballkanike mbetet e hapur. Sipas mediave perëndimore, Greqia prej sot do të ketë mundësi të fillojë të kthejë refugjatët nga Turqia. Kryeministri grek Aleksis Tsipras i ka njoftuar ministrat të jenë të gatshëm për fillimin e transferimit të refugjatëve, por persona zyrtar pohojnë se për atë duhet shumë kohë. Një plan i tillë mund të fillojë të zbatohet për 24 orë, deklaroi zëdhënësi i koordinatorit të qeverisë për politikë ndaj refugjatëve Yorgos Kritsis. Rreth 2300 ekspertë të sigurisë dhe juridik duhet të arrijnë në Greqi për ndihmën për zbatimin e marrëveshjes. Parisi dhe Berlini premtuan dërgimin e 600 policëve dhe ekspertëve për azil. Pritet refugjatët të fillojnë të kthehen në Turqi nga 4 prilli. Në Greqi momentalisht ka rreth 47500 refugjatë, 8200 në Ishuj dhe 10500 në Indomeni. Gianluigi Buffon thye një nga rekordet më të gjata në Serie A, pa posuar gol në 930 minutat e fundit, duke u bërë një nga portierët më të mirë në botë. Informacioni tjetër sportiv, frika nga terrorizmi shtihet derbi i Istanbulit mes Galatasarayt dhe Fenerbahçes. Një nga portierët më të mirë në botë, Gianluigi Buffon, thye një nga rekordet më të gjatë në Serie A, pa posuar gol në 930 minutat e fundit. Portieri i Juventusit në derbin e madh të qytetit kundër Torinos arriti të ruajë rrjetën për 4 minuta. Kështu arriti të thyej rekordin italian prej 22 vitesh. Rekordin e mëparshëm e mbante ish portieri i Milanit Sebastiano Rossi me 929 minuta pa posuar gol në sezonin 1993-94. Italiani 38 vjeçar nga fillimi i vitit 2016 ka posuar vetëm një gol në ligën italiane. Rrjetën e tij e tundi sulmuesi i Sampdorias Antonio Cassano. Buffon, si një nga lojtarët kyç i cili në skuadrën kombëtare të Italisë në vitin 2006 fitoi titullin botëror, kurse në radhën e zonjës së vjetër të Torinos është që nga viti 2001, ku mbërriti nga ekipi i Parmës. Duhej të ishte një festë sportive dhe një ndeshje shumë e rivalizuar mes dy skuadrave më të mëdha të futbollit turk, por gjithçka u shti në një datë të pacaktuar për shkak të frikës nga ndonjë sulm i mundshëm terrorist. Derbi i Istanbulit mes Galatasarayt dhe Fenerbahçes i programuar për të luajtur këtë të diell në orën 18 nuk u realizua për çështje sigurie. Vendimi për shtyrjen e kësaj sfide u mor nga zyrtarët më të lartë të Federatës Turke të Futbollit vetëm 2 orë para fillimit të sfidës. Një shpërthim me bombë në Stamboll të shtunën, që u mori jetën 5 personave dhe plagosi shumë të tjerë, ishte arsyeja kryesore për mos zhvillimin e kësaj sfide. Në një ndeshje të tillë mes Galatasarayt dhe Fenerbahçes, shkallët e stadiumit mbushen gjithmonë plot e përplot dhe nga frika e ndonjë tjetër sulmi terrorist që në këtë rast mund të shkaktonte një tragjedi të vërtetë, drejtuesit e Federatës Turke vendosën të dilin me këtë vendim. Pas Francës, Turqia është shteti i ditë më i prekur nga sulmet terroriste, sulme të cilat janë bërë shkak edhe për shtyrjen e një ndeshje
të bukur futbolli. Të vjen keq kur shikon që në Turk Telekom Arena shumë tifoz kishin hyrë në stadium 2 orë më parë, 2 orë para fillimit të sfidës për të parë një spektakël futbolli. Por në fund ata u larguan të zhgënjur pasi terrorizmi ka prekur edhe lojën më të bukur në botë. Moti në mbar vendin ishte me vranësira mesatare dhe i shoqëruar me diell. Temperaturat e mëngjesit lëvizën nga 0 deri në 3 gradë Celsius, derisa gjatë ditës nga 10 deri më 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh. Natën e mirë.